Domosdoshmëri është që çdo blok banimi në qytetin e Vlorës duhet të ketë rrugë të asfaltuara me standarde të larta dhe jo thjesht rrugë. Në Vlorë duhet të largohet realiteti që është ngulitur prej vitesh, ku investimet realizohen vetëm në qendër të qytetit dhe në vijën turistike, ku mund të shihen nga të gjithë dhe sigurisht kanë më tepër publicitet. Duhet investuar edhe në periferi, por edhe në brendësi të bloqeve të banimit. Shumë lagje të qytetit nuk duhet të kenë më rrugë pa rrugë në gjendje të degraduar ndër vite me radhë, me mungesë të infrastrukturës ndër dekada. E tillë është edhe lagja Rilindja në Vlorë, një blok banimi ky ku jetojnë çdo ditë me qindra familje vlorjate të cilat prej vitesh jetojnë në një blok banimi që nuk ka ndryshuar kur realitet, me rrugën e degraduar e cila është kthyer në gangren për qindra banor. Veçanërisht është kthyer në gangren për drejtuesit e automjeteve që e bëjnë makinën copa duke kaluar aty. Një rrugë e cila vazhdon edhe në brendësi të lagjes me infrastrukturë të copëzuar ndër vite, gjithë baltë dhe pellgje me ujë të ndotur, e cila edhe për gjatë beharit pushtohet nga pluri dhe një thër papastërtish të ndryshme. Banorët sigurisht që kanë bërë ankesa të shumta, drejtuar institucioneve me në krye Bashkinë e Vlorës, ankesa dhe kërkesa këto që konsistojnë në rehabilitimin e segmentit rrugor, por deri më tani asnjë prej tyre me sa duket nuk është marrë parasysh. Në segmentin në fjalë nuk ka patur asnjë investim të nisur vitet e fundit në përmirësimin e kushteve infrastrukturore, duke i detyruar banorët që çdo ditë ecin në një rrugë gjithë gropa dhe pellgje me ujë. Siç bëhet edhe me dije, për segmentin rrugor në brendësi të lagjes së Rilindja është akorduar edhe një fond, madje është hartuar një projekt që konsiston në rehabilitimin e rrugës në brendësi të bllokut të banimit, por pavarësisht kësaj, punimet ende nuk kanë nisur, madje sipas informacioneve, punimet duhet të kishin nisur disa ditë më parë, por në zonë edhe këtë të shtunë nuk po punohet. Rruga vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme, pavarësisht se nuk ka motiv të pritet më, kur projekti është gati dhe fondi është akorduar. Duhet të niset me patjetër nga puna në përmirësimin e kushteve infrastrukturore të domosdoshme për banorët e kësaj lagje.